Nga ajo që unë e kum pa dhe kum analizuar në fillim, LDK-ja nuk është pa në fillim si opsion nga lëvizja vetëvendosje, sepse kryeministri ka thënë gjithmonë që na duhen më shumë vota. LDK-ja nuk e arrin, po më duket atë të 10-shin, apo nuk e di edhe arrin mjaftueshëm të 10-shin, po kryeministri gjithmonë ka thënë na duhen 84-85 që mos rrezikojmë. Po duket që ndoshta për shkak se PDK-ja kohëve të fundit nuk po shfaq shumë gatishmëri, mbase kjo është varianti që i vetëm ose varianti aktual i cili kryeministrit i ka mbetë në dorë dhe ndiqja realiteti politik në Kosovë është bëj pa parashikueshëm. Dorë në zemër është tepër vështirë me prejudiku se çka ka më ndodhur. Pra mund të ketë shpresë për marrëveshje të mundshme. Po besoj që po, pse të mos ketë. Nuk ka gjatë keqe dhe do të ishte mirë që të ketë, paktën ta shpëtojmë vendin prej zgjedhjeve dhe të him një cikël të ri si shtetet normale, të merremi me tema tjera, se Kosovën ka shumë tema përpara. Kemi edhe çështjet shumë të komplikuara në arenën ndërkombëtare, kemi integrimin të gjëra tjera që Kosova do të më merr, ne tash nuk mund të flasim 3 vjet rresht veç zgjedhje. Vetëm për kriza. Po, absolutisht. Është nëse dojnë është shumë lehtë me bë marrëveshje politike edhe me LDK-n, patjetër. Nëse mund të vjen pak egon me ul secila parti. Edhe marrëveshja. Po. Nëse flasim me numra, atëherë unë besoj që me LDK-n lëvizja vetëvendosje nuk i ka numrat, thënë gjithherë në atë që janë deklaruar një pjesë e deputetëve të Lidhjes Demokratike, ndoshta ekskluzivisht zonja Bajrami, po unë besoj që ka dhe mrena listës, nëse mund të themi lëvizja vetëvendosje guxoj emra të cilët nuk do ta votonin ndonjë kandidat që do të derivonte nga Lidhja Demokratike për si president i arshëm, po dhe kundërta. Prandaj, nëse atë që ka thënë kryeministri Kurti se vetëm me LDK nuk mund shkojnë sepse nuk jemi të sigurt, unë i besoj plotësisht. Llogarit numra që 66 i ka lëvizja vetëvendosje, bashkë me minoritetin jo serbe dhe 15 lidhje demokratike, por që në fakt nuk i ka, sepse janë disa që nuk e votojnë me asnjë çmim, mund të themi, asnjë kandidat i cili mund të derivojë nga votat e lëvizjes vetëvendosje. Nëse do të besohemi këtyre fjalëve, atëherë vendi po shkon drejt zgjedhjeve. Nëse nuk duhet të besohemi këtyre fjalëve çfarë thonë, atëherë koalicioni duhet të jetë ose do të jetë lëvizja vetëvendosje e Partia Demokratike e Kosovës, sepse me Lidhjen Demokratike nuk ka mundësi me bë një qeveri në rast se nuk derivojnë emra të tjerë, deputet të tjerë të subjekteve tjera politike. Për shembull një AKJ-ja mundet me thonë ajt votoj mos shkojmë në zgjedhje ose PDK-ja ose lista serbska të qëndroj në sallë, sepse ata i kanë të edhe deputet. Po ata duhet të jenë sallë. Edhe atë që ka thënë minimumin, sepse kur e tha kryeministri Kurti se tavani po ngritet, atëherë ka lënë me nënkuptu që marrëveshja duhet ndodhë me Partinë Demokratike dhe jo me Lidhjen Demokratike, sepse nuk ka takat politik brenda Kuvendit Kosovës që ajo ta formalizoj institucionin e presidentit me votë. Zyrashara, për duket sikur arsyetim vetëm kjo